LSDM-ja ka dorëzuar interpelancë për ministrin e bujqësisë Cvetan Tripunovski për shkak të, siç thonë ata, korrupsionit, skandaleve dhe politikave të dëmshme. Ata thonë se ai është një nga ministrat më të paaft, i cili në vend që t'i mbrojë bujqit i poshtroni, varfëron dhe u kërcënohet. Akuzojnë se jo vetëm që janë bërë shkurtime, por edhe masa dhe programe të tëra për bujqit janë shfrytzuar ose pezulluar. Веќе 2 години земјоделците се жртви на неспособните и криминални политики на Министерството и на актуелниот министер. Наместо политики за развој на земјоделството, наместо повисоки субвенции, наместо да се креираат нови мерки за поддршка, наместо да се креираат нови програми, како што сето тоа го правевме претходно. За овие 2 години Трипуновски земјоделството го доведе до колапс од незнаење, неспособност, од злоба и со закани и претисоци. Nga LSDM thonë se interpelancën e kanë dorëzuar për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe shkeljes së ligjeve, ndërsa Tripunovski u përgjigj në Facebook. Politikisht nuk ekziston, ndërsa partia në të cilën je vetëm inventar i zakonshëm, ngadalë po zhduket. Interpelanca për mua që ke dorëzuar është e paligjshme, sa je edhe ti i paligjshëm në LSD. Interpelanca do të jetë po aq e pasuksesshme sa mandati yt si ministri i bujqësisë dhe si antikorrupsionist, aq e paranësishme sa ishte edhe sekuestrimi yt i vetëm 30 kilogramave gjalp. Ai thotë se rejtingu i LSD-s po bie aq poshtë sa po thyen çdo fund.